duhet dalim të dy gjëra që i tha. Spori nuk është e vërtetë që PDK-ja ka ngritje. Ajo ka humbur Mitrovicën, kujtojmë, ka humbur bastionin e saj për herë por Drenasin. Dhe Memli Krasniqi ka thënë shkurt, kur zotri Ladrovci insistante që është PDK, i tha, PDK është aty ku zyrja dhe e largu zotri Ladrovci. Po zotri Ladrovci kandidoi kundër PDK-s. E si mund të jetë PDK kur kandidon kundër vetë partisë? Pra, kështu këta janë PDK-ja kanë qenë bindur që zotri Ladrovci do të humbë. Në momentin tash i kanë fitu, po mundohen ta përveçojnë si fitore. Mirë po, gjëra duhet shikohen në sy. Përveç kësaj ka humbur dhe Mitrovicën, një prej 7 komunave të mëdha të Kosovës, që nuk mund të thuash që ka ngritje përderisa i humb një bastion shumë të madh që tradicionalisht për 25 vite ka votuar PDK në një komunë. Mitrovica. Kjo është humbje. Kjo është matematika. Ajo është një këndvështrim tjetër. Ajo është për ligjër humbjen. Si me thonë për ta... Mirë po, e vërteta që në kështu. Por, edhe e dyta, sa i përket Kjo vërteta jota, po. Jo, e vërteta është... A i ka humbë Mitrovicën? Humbja ose fitoria janë shifra o faton. Nuk janë deklarata politike për insinuata... Po nuk ka deklarata, a i ka humbë. Kemi analizat të bërë për vjedhjen Mitrovicë, edhe në Drena ka qenë kandidat tjetër i Partisë Demokratike, por Ramiz Ladrovci si kryetari i Partisë Demokratike ka ngaru degës në atje. Si kryetari i Partisë Demokratike ka kandidat kundër kryetarit të Partisë Demokratike, kundër kandidatit të PDK-s, s'e kuptoj kjo është përgjigje. Janë shumë vogla këto më marr me to, i kem te i kalu këto. Tash këto janë për me produktuar ndjekun pas. Jo, ama ideja është që duhet të them vërtetën, kaq pastaj është diçka tjetër. Çfarë pritet të ndodhë, zoti? Jo po mundoni me si më thon, me humbjen, si me thonë, Zoti Berisha është politikan, këtë shkollë nuk e kam, nuk e festoj humbjen, unë jam dimi festu vishë fitore. Partia Demokratike fiton, me çdo lëvizje demokraci ka dhe humbje, demokraci, jo vetë keni humbë, nuk keni zgjidhur deputet, kështu që është humbja spesifike. Dole luk personale, ti shëngen nga këto zhurmus të... Jo, po ideja është që politika dhe humbje. Leta është mos apot të tema, nuk je idejt për bisedë, nuk e zati që e pjesë. Po të lutem tani. Ju e dini shumë mirë me këdo ishit, zoti Berisha, jo, nuk e kam ditë, nuk keni paralajmëru fare. Edhe gabim i madh që keni posti studio. Okej, më fali, do të kemi raste të tjera, miropafshim, po e vijoj bisedën me Fatonin, faleminderit shumë për prezencën.